Çmime të paqëndrueshme dhe perime që nuk arrin të shiten brenda ditës është panorama aktuale në tregun e shumicës së fruta perimeve në Lushnjë. Fermerët që ankohen për çmimet nën kosto dhe tregtarët që mundohen të blejnë lirë janë çdo ditë në konkurrencë mes tyre. Prodhuesit e domates, specave dhe të kastravecit pohojnë se pavarësisht cilësisë çmimi është nën kosto. Aktualisht 1 kilogram domate shitet me shumicë 60 deri 80 lek kilogrami, specat me 30 lek deri në 120 lek për kilogram, ndërsa kastraveci me 40 lek për kilogram. Të pakënaqur nga çmimet, fermerët prodhues pohojnë se konkurohen nga domatet e importuara nga Turqia dhe Greqia, të cilat shiten më lirë se prodhimi vendas. Trangulli shitër sot me 400 lek, me 305 lek, 400 lek, deri shumë maksimum me trangulleri 500 lek. Tani nuk ja vlen për të kosta që shesim neve, se neve harxojmë shumë. Harxojmë fuqi punëtore, harxojmë që hedhim këtyre serave të kuti unë janë çik çmime të larta. Me ato dhe neve nuk na del kosto. Por ne të mundojmë, mbjetojmë. Vetëm për kaq e bëjmë. Me këtë çmim që ishte nuk na vlen.